krijoi reaksionin kimik mes të dyve. Qartësisht Albin Kurti ju qas shumë ftohtë bordi i paqes, nuk guxonte të refuzonte, por sigurisht në Kosovë ka qenë një dilemë se pse nuk flet kryeministri, nëse ju kujtohet 2-3 javë as nuk pati asnjë prononcim, ndërsa Vjosa kishte, e dini gjithë, e keni parë gjithë, është publike, entuziazëm me cilën u përfshiu Kosovën në bordin e paqes. Dhe detyroi në fakt në një farë mënyrë Kosovën e anëtarë themeluese të bordit të paqes. Vetëm në një intervistë para mbrëm këtu në Prishtinë, zoti Kurti duke folur për bordin e paqes ka pohuar me fjalë të veta këtë ndjesi që unë kisha, po që nuk më mungonin ende elementet përveç saj heshtjes Kurtit. Në një intervistë para mbrëm, Albin Kurti në Kosovë ka thënë se për bordin e paqes ne do të donim ta ndiqnim me vëmendje, që të kuptonim çfarë synonte, çfarë implikimesh do të kishte. Pra kur thua vëmendje, pra do ndiqte me vëmendje çfarë ndodhte dhe pastaj mendonte të shkonte, do të thoshte do të refuzonte ftesën e presidentit Trump që Kosova të ishte anëtare themeluese, ndërkohë që Serbia as nuk u ftua, dhe fjala që e përdori është doja ta ndiqja me vëmendje, do thotë hezitim, dilemë për çm pjesë apo jo. E në të kundër, këtu ishin komplet në përplasje, Vjosa është publike, presidenca ishte entuziaste, u investua, e shënëroi Kosovën anëtare themeluese të bordit të paqes. Unë mendoj që tu ka qenë thyrja kryesore. Dhe pastaj nga i moment nga bordi i paqes, në mënyrë të anshme Albin Kurti prishi atë akord, atë marrëveshje politike me Vjosa Osmanin, e cila s'kishte ndodhur në janar apo dhjetor, dhe i thati nuk do të jesh presidenti ime më. Pra, bordi i paqes u mendoi ka qenë thyrja mes tyre. Vjosa nuk ishte president e Kosovës, ishte presidente e Kurtit? Eksakt, pra, në dhjetor, mbas fitores 51% Albin Kurtit, me kontributin e Vjosa Osmanit, ka pas një takim politik mes të dyve në janar, ku Albin Kurti ka deklaruar Vjosa Osmanit, unë jam si dëshmitari këtyre bisedave, nuk po them me hamendje, i ka deklaruar se 66 mandatet e lëvizjes vetëvendosje do të jenë për ty presidente. Të lutem siguro 14 vota nga opozita. Dhe nga 14 votat nga opozita, Vjosa siguroi rreth 25 vota, mandate në sallë, prani në sallë për quorumin. E pikërisht kur gjithçka ishte mbyllur pozitivisht për ne, kur ju komunikua kjo zotit Kurti se janë garantuar votat nga opozita për quorum dhe vot pro Vjosa Osmanin, kishte ndodhur ndërkohë përplasja e bordit të paqes, Albin Kurti në totalisht në befasi, në papritshmëri deklaroi ti do të jesh presidentja ime. Kjo është pa besi? Kjo sigurisht është pabesi politike, patjetër. Sepse ata është njerëz të cilët ne i kishim komunikuar hap pas hapi, të gjithë negociatat me opozitën, pritshmëritë që po na plotësoheshin, gatishmërinë e grupeve të opozitës, LDK-s, një pjesë nga Partia Radinet, por dhe individ nga PDK-ja që do qëndronin në sallë për Vjosa Osmanin, pikërisht në këtë rast kur kemi bërë gjithçka në bashkërakordim me kryeministrin, sipas një marrëveshje politike, vjen një moment dhe thotë ti do të jesh presidentja ime, presidentja nuk do kem mbështetjen time më, është patjetër një thik maskullizit. Presidentja ime, po pse Kurti është pronar i Kosovës? Kjo duhet pyetur ai se si e shikon Kosovën dhe drejtën e tij me Kosovën. Por çfarë po ju them është kjo që Vjosa ishte presidente e Kosovës, nuk ishte presidente e Kurtit. Kjo do nëtë propra pikërisht, sepse me sa duket ka dashur dikë tjetër ose çdo këtë tjetër, po që nuk ishte Vjosa, por që nuk krijonte këtë lidhje të jashtëzakonshme me ndërkombëtarët. Zoti Çollaku, a ishte Edi Rama, se me këtë që the ti, binde që e pas ka prishur marrëdhënien mes Kurtit dhe Vjosës Donald Trump. Tani unë mendoj po. Po Donald Trump, bravo, ky është titulli. Ky është titulli, nëse do kishte gazeta Once Upon a Time, do Trump prish marrëdhënien raportin në bindjen time, marrëveshja binomit dyve u prish për shkak të bordit të paqes. Po, tani, a ka pasur ndikime Edi Rama te prishja e këtij raporti, sepse për gjithë ata që na ndjekin, që nuk e din ose dim pak, në fillim Vjosa Osmani ka ruajtur ndaj zotit Rama të njëjtën raport siç kishte edhe Kurti. Pastaj erdhi duke u afruar dhe ne e dim tashmë që në bordin e paqes Edi Rama mund ta kesh armik, mund ta kesh kundërshtar, por Edi Rama dhe fjalimi i tij ishte goxha pozitiv, por edhe zonjën Osmani ai mbështeti. Tani nuk e di tani se çfarë do thotë Kreshnik Çollaku që dikur deputeti i Partisë Demokratike nuk e falte fare Edi Rama, por se çfarë do thosh tani për këtë situatë. Para një bordin e paqes nuk mbështeti Rama Vjosën. Rama bëri një kërkesë specifike lidhur me komandantët në Hag.
Dhe Vjosa sigurisht, si president e Kosovës, nuk mundet mos, kjo ka qenë biseda, kjo nuk mund mos ishte e pa interesuar për të biseduar me presidentin Trump, lidhur me çështjen specifike të komandantëve në Hag. Unë mendoj që marrëdhëniet e Vjosës me Ramën kanë qenë dhe mbeten të njëjta. Vjosa ka kundërshtim politike me Edi Ramën, qarta. Ka shumë çështje të cilat i mendon totalisht kundër. Një pjesë tyre i ka bërë publike dhe sekretare e kuvendi, por dhe presidente edhe në parlamentin e Shqipërisë, në raport me Open Balkan, në raport me Serbinë e me radhë. Por sigurisht, Vjosa nuk është më, si presidente, nuk është më një politikane partijake, por si presidente ka vlerësuar gjithmonë se marrëdhëniet e Republikës Kosovës me Republikën e Shqipërisë dhe institucionet me çdo sakrificë do duhet të mbahen të normalizuara. Dhe për këtë ka qenë një respekt institucional kur presidenti i Shqipërisë viziton Prishtinën, kryeministri i Shqipërisë viziton Prishtinën, ministri i jashtëm viziton Prishtinën, kryetari i kuvendit viziton Prishtinën, si me të njëjtën gjë presin pavarësisht dallimeve politike apo bindjeve po doni, të respektojnë në njëjtën formë kur vizitojnë Tiranën. Jo, më fal, Kreshnik, të lutem. Kjo është normale që kur vjen presidenti aty Kjo është normale. Jo, kjo është normale, po prit, se ka një problem këtu. Vjosa Osmani, kur Albin Kurti bënte ato sjelljet që ishin skandaloze, një po marrun, vjen nga Prishtina, stadiumi kombëtar që Safa, rrin katën e dytë dhe katën e parë, kryeministri i Shqipërisë, kryeministri i Kosovës rrin te katën e dytë. Vjosa Osmani nuk i tha ndonjëherë, "Ore, o zotri, o zoti kryeministër, tani ti mund mos e duash Edi Ramën, po ai është kryeministri i Shqipërisë dhe ti nuk mund të rishin katën e dytë dhe Edi Rama katën e parë." Ai tha ndonjëherë Vjosa Osmani? Lëndi, unë mendoj që se ku ulen stadium është çështje më pak e rëndësishme. Jo, Kreshnik, në stadium janë përcaktuara zona e VIP-ave. Të dëgjova. Më e rënda nuk ka qenë kjo. Jo, unë mora një. Më e rënda ka qenë që Edi Rama ka anulluar në mënyrë të njëanshme mbledhjen e qeverisë përbashkëta në Gjakov, karshi qeverisë Kosovës. Po, më rënda është ajo që Albin Kurti bënte fushat në Tiranë me vetvendosje. Është në lirinë e tij me qytetar shqiptar ta bëjë për mendim të s'ka problem. Jo, Partia Socialiste të hapi një deg në Prishtinë dhe të futet në zgjedhje në Kosovë? Çfarë thuel? Kreshnik mos më zgjidhni. Mos më zgjidhni. Çfarë lidhje ka? Jo, Landi, unë nuk them çfarë do të gënjej apo të zgënjej. Unë po them si e mendoj. Unë mendoj që në raport me marrëdhëniet Prishtinë-Kosovë, Prishtinë-Tiranë, përgjegjësinë e mos marrëvajtjes së tyre ka më të madhe në Tirana. Në momente nevoje edhe paqartësie në Prishtinës, Tirana nuk është kujdesur ta ruaj. Anullimi i mbledhjeve qeverive është i dëmshme dhe ka qenë përgjegjësia e Tiranës. Marrëdhënia e qeverisë e Tiranës zyrtare me Beogradin, duke neglizhuar Prishtinën është e dëmshme. Letrat e përbashkëta të Ramës me Vučić është e dëmshme. Sado të jemi apo mos jemi dakord me Albin Kurti. Ti futesh te ata Kreshnik që e quan Ramën vllai Vučić? Jo, nuk e them. Unë mendoj që Rama në raport me Vučić, unë them që Rama në raport me Vučić ka një sjellje jashtëzakonisht të dëmshme për Kosovën. Afrimi i Tiranës zyrtare me Beogradin, duke mos llogaritur Prishtinën është shumë e dëmshme. Rama punon kundër Kosovës e bashkëpunon me Vučić? Rama punon për veten. Dhe duke punuar për veten, mendon që Kosova mund të jetë kusur. Dhe vetëm kjo mentalitet e bën që të pranoj të shkruaj letër për bashkët. Tu po flas si Kreshniku, dhe si deputeti PD-s dhe si deputeti i LDK-s. Kjo e bën që Rama shkruaj letër. Si deputet i LDK-s, kandidat deputet i LDK-s dhe si ish deputet i PD-s. Po të them që është e dëmshme për Kosovën që kryeministri i Shqipërisë të shkruaj letër përbashkët me Vučić për të kërkuar që Serbisë të hiqen masat apo ti lehtësohet udhëtimi për në BE. Dhe duhet ta dini që një ndër masat që Serbia ka për të ndarësuar në BE, një ndër kapitujt është njëja e Kosovës. Dhe si mundet kryeministri i Shqipërisë të bjerë në këtë kurth apo të investohet? Jo, po ta them unë këtë e di çdo njeri. O Kreshnik, ti ke të drejtë kjo, nuk po të them që ke gabim. Po një sekond, po zonja Osmani si presidente, si tashmë dhe një njeri që ka krijuar një raport më të veçantë me zotin Rama. Ai ka thënë jo, nuk ka si raport të veçantë. Holland, nuk është e tillë, por këtë po mundon të shpjegoj. Pra, Vjosa presidente ka patur detyrimin të respektojë kryeministrin e Shqipërisë, presidentin, ministrin e jashtëm, edhe pse ka gjëra që i mendon kundër nga ai. Dhe një ndër gjërat që i mendon kundër nga ai është edhe kjo gjë thashun. Ja ka thënë? Por kjo
Po kjo, po sigurisht më që kemi diskutuar këtë. Po tjetër sigurisht. Ai ka thënë që zoti Rama këtu është vizekuqe sepse nuk e di çfarë ka thënë, se unë nuk ka lidhje çfarë i ka thënë. Qëndrimi dhe bitet e Vjosa Osmani janë ato që po ja them unë. Por kjo nuk e pengon që të pres me respekt kryeministri i Republikës së Shqipërisë në presidencën e Kosovës, si kundër presidentit Meral. Pra, nëse presidentja e Kosovës ka një bindje që kryeministri i Shqipërisë punon kundër Kosovës, është gjë normale të mos e pres. Tani unë këtë se kuptoj. Nëse Vjosa mendon që Rama punon kundër Kosovës, mos e pres. Nuk ndodh kështu, nuk ndodh kështu. Si nuk ndodh kështu? Si punon kundër Kosovës? Problemi është që nuk punon kundër Kosovës o Krishtik? Olandi, a do të pyes unë, do të pyesësh ti mua valla? Jo, unë të pyes, po ca gjëra çon ndryhy unë këtu se. Jo, ti pyet e vërtetë vetë, më lë pa ta them se po se po të përkëdhelin aty në Kosovë. Po jo, a do ta bëj unë ty pyetje për jeshti sigur jam është Krishtiku, po më lë pa ta them unë, se është delikate kjo që po thua, sepse po më keq përdor dy terma. Po të them është gabim, nuk po them që Edi Rama punon për Serbin. Pra, çfarë mendon Vjosa Osmani edhe unë, por në këtë rast edhe çdo njeri në Kosovë, është që është gabim dhe dëm për Kosovën të shkruash letër bashkë me Vučićin, për që drejtohet BE-s. Këtë mendojnë të gjithë në Kosovë. Dhe ata që janë miq të Ramës, dhe ata që nuk janë miq të Ramës. Apo i shërben Edi Rama Serbisë, unë nuk e them dot këtë, por që aktet apo faktet të saktuara po i bëjnë dëm Kosovës dhe kjo është e vërtetë. Siç ishte Open Ballkani, siç ishte mini Schengeni, siç janë edhe këto historira. A i bën për të dëmtuar Kosovën apo për t'i bërë punë vetes, unë mendoj këtë të dytën, duhet mendoj këtë të dytën. Por në fakt i bën dëm Kosovës në këtë ligj. Dhe këtë mendojnë të gjithë njësoj në Prishtinë, mos u çuditni nga kjo histori. Por kjo marrëdhënie apo bindje në sjelljen apo jo të Ramës nuk pengojnë, nuk do duhet të pengojnë as presidenten, as kryeministrin, ta presin të respektojnë kryeministrin e Shqipërisë. Siç e priti Vjosa Osmani, ka pritur Albin Kurti, ka pritur Glauko Konjufsa, dhe kjo është krejt normale. Dhe në fakt duhet shkuar përtej kësaj, sepse në asnjë rast dallimet politike midis liderëve apo subjekteve apo qeverive nuk duhet dëmtojnë marrëdhëniet midis dy vendeve. Jo, e kisha fjalën, jo, ti e sqarove tani dhe unë falenderoj që e sqarove, domethënë që Vjosa Osmani dhe ti nuk mendojnë që Rama punon kundër Kosovës, por Rama bëri gabim atë çështjen me Vučić. Okej, këtu sqarove. Unë mendoj që Rama në marrëdhënien e Vučić dhe Serbin po e dëmton Kosovën. Mund ta dëmtoj me vedije, mund ta dëmtosh pa vedije. Unë shpresoj të jetë pa vedije, sepse nuk besoj që bëhet me vedije kjo gjë. Por që fakti është por mund ta dëmtosh pa vedije. Kosova nuk dëmtohet pa vedije, o Krishnik tani. Dhe në pozicionin tënd. Po bëjmë muhabet tani, s'po bëjmë analizë. Mund ta dëmtosh, mund të kryesh një veprim i cili e dëmton Kosovën, dhe këtu jemi dakord gjithë që është dëmtuar Kosova në këto historira. Pse ndodh veprimi? Ndodh i vetëdijshëm për t'i bërë dëm Kosovës, dhe kjo